Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën me personalitetin e ditës për sot. Edhe sot do të flasim për një temë shumë të bukur, një temë shumë interesante dhe njëkohësisht të dobiprurëse. Është mbajtur konferenca për Klara Kodrën në Gjirokastër, që është një studiuese profesoresh për 80 vjetorin e saj, dhe ne kemi nderin që në studion tonë të kemi profesoreshën universitare, dekani i Fakultetit të Filologjikut në UT, profesoresha Emine Shabani, që ka qenë pjesëmarrëse e kësaj konference. Përshëndetje profesoresh dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që gjithmonë na nderoni dhe ju përgëzojmë për punën tuaj. Gjithashtu ju dëshirojmë shumë suksese. Kemi folur në emisionet e kaluara për shumë tema gjithmonë të bukura me ju. Sot do flasim për një temë që është edhe më e bukur, pjesëmarrja juaj në këtë konferencë, por konkretisht do flasim për punimin tuaj dhe për këtë konferencë. Fillimisht është një konferencë për studiuesen profesoreshën Klara Kodra në Gjirokastër që është realizuar. A mund ta flisni pak për këtë konferencë fillimisht? Kjo konferencë u mbajt me një vit jubilar, do me thënë me rastin e 80 vjetorit të lindjes së profesoreshës së nderuar, e cila nuk është vetëm profesoresh, është studiuese, është krijuese, shkrimtare, përkthyese dhe kritike letrare. Ndoshta pak kush nga te ne këtu e njeh, po ajo ka bërë një punë shumë të madhe. Studimet e saj janë shumë të mëdha, do me thënë se edhe të ralla, sepse ajo është ndër të parat e cila ka shplurosur, ta them, punën e shkrimtarëve arbresh. Sidomos të periudhës së romantizmit arbresh, siç është Jeronim Derada, ka bërë një biografi, monografi të madhe mbi Jeronim Deradën dhe veprën e tij, mbi Zef Skirojnë dhe mbi shkrimtarët tjerë arbresh. Përveç kësaj ajo është marrë edhe me krijime letrare, me përmbledhje poetike, tregime, me letërsi për fëmijë dhe sidomos përkthimet që bën janë përkthime nga gjuha italiane të romaneve të zgjedhura që ai bën, romane shumë të bukura domethënse, edhe të poezisë italiane. Ka një vepër voluminoze bashkë me Donika Omarin që kanë përkthyer poezi të ndryshme nga poet italian. Po ashtu merite e saj e madhe është se ajo ka bërë edhe përkthimin nga gjuha, përkthimin ta them ose përshtatjen nga gjuha arbreshe në gjuhën standarde shqipe të shumë veprave të poetëve arbresh. Po, në fakt, ftesa juaj në këtë konferencë sigurisht që ndërlidhet shumë me biografinë tuaj, me punimet e juaja të plasuara edhe ndoshta ndërkombëtarisht, por megjithatë unë dua të flasim për punimin me cilin ju jeni prezantuar në këtë konferencë. Punimi im është, u mundova të jetë një punim, domethënë pak më kreativ, edhe studim edhe më kreativ, është, domethënë, veprimtaria ose trashëgimia shkencore, kritike dhe kreative e Klara Kodrës ndërmjet studimit, interpretimit dhe krijimit. Domethënë, këto tre pjesë, tre fusha të studimit, pra kritikës letrare, të përkthimit edhe të letërsisë kreative, ta themi, ose letërsisë prozës, faktikisht ajo ka shkruar tregime, përmbledhje me tregime edhe përmbledhje poetike. Punimi është mjaft i gjatë, sepse edhe vetë titulli e thot që të merresh me tre këto kategori që ajo është marrë gjatë gjithë jetës së saj, duhet një monografi në vete, vetëm për veprën e saj, e cila ka qenë e njohur për përkthimet të shkëlqyeshme nga gjuha italiane, po ashtu edhe për studimet, si që thash. Nuk është se vetë ka studiuar vetëm veprat e autorëve arbresh, por ajo ka studiuar edhe veprat e autorëve Këndeja Adriatikut, si që janë shkrimtarët e ndoshta të marginalizuar, si që është Lazgush Poradeci dhe shkrimtarët të tjerë. Nuk është friksuar, do me thënë, nga sistemi komunist që të bëj interpretime të veprave të tyre, dhe që ajo që është shumë e rëndësishme për atë, si femër, si edhe guxim i madh, që ajo, kur ka studimet e saj që i ka bërë, qoftë ato për autorët arbresh, qoftë për shkrimtarët e
Shqipërisë, shtetit shqiptar të asaj kohe, I është shmangur gjithmonë atij interpretimit marksist, sociologjik marksist, pra është shmangur, por studimi I saj ka qenë intuitiv, estetik, figurativ, që I jep një hapësirë studimi më të mirëfillte, më modern edhe më njerëzor, se sa ai studimi marksist. Do me thonë, sipas studimit marksist duhet ti kishte kritikuar disa vepra ose të kishte kufizuar lirinë e shprehjes. Këtë ajo nuk e ka bërë. Do me thonë, merit shumë e madhe. Do një ndër vlerat e saj që përmendet dhe ju ishte edhe çështja e saj që ka punuar edhe në komunizëm. Dhe me shkrimet e saj të lira që është paraqitur. Po, ka përmbledhje poetike shumë interesante, shumë të bukura poezi që I kam lexuar. Jam mundu ndonjë një ta përpunoj aty në punimin tim me gjithat formën estetike, me figuracionin, me kategoritë estetike që I ka përshkruar. Do me thënë, nuk e teproj në qoftë se them ka punu shumë, sa për 2-3 studius të themi bashkë, ajo ka punu vetë. Megjithatë, përveç juve, ka pasur edhe studiues nga vise tjera shqipfolëse? Po, ka pas. Kam qenë unë nga Universiteti Tetovës, ka pas profesori im, që tash është në pension, profesori Isak Shema, nga Universiteti Prishtinës dhe të tjerët kanë qenë nga Universitetet e Shqipërisë, I Tiranës, I Gjirokastrës, Korçës, ka pas edhe studius nga Kalabria, e tjerë. Sa ditë zgjati kjo konferencë? Konferenca zgjati një ditë. Dita e parë ishte, do me thonë, qendra Arbreshe në lidhje me, që nënshkruan një marrëveshje me Universitetin e Gjirokastrës, që normalisht ju dhuruan edhe libra të botuara për shkrimtarët Arbresh, libra për shkrimtarët dhe normalisht edhe për etnografinë, etnologjinë e Arbreshve, gjuhën, kulturën e tjerë. Do me thonë, gjithsej 3 seanca që ishim aty, përfunduan brenda ditës, sepse ishim gjithsej 20 studius. Përmendëm pak më herët që kjo konferencë ka qenë për nder të 80 vjetorit të Klara Kodrës. Ka qenë ajo prezente në këtë konferencë apo jo? Fatkeqësisht nuk ishte, se për shkak gjendjes shëndetësore, por në vend të saj ishte nipi me familjen e saj, që na nderoi gjithë dhe me prezencën, na falenderoi. Edhe gjithë konferenca ka qenë online, që profesoresha e ka pa nga shtëpia. Domethënë ka pasur mundësi që ta ndjekë edhe pse nuk ka qenë me prezencë fizike. Megjithatë edhe përshtypjet si të juajat, si profesioniste edhe të familjarëve të saj, nipit që përmendet, ishin të mira, besoj, për Klara Kodrën. Shumë natyrisht, sepse secili studius kishte marrë një aspekt, një segment të veprimtarisë së saj. Dikush merre me studime, dikush merre me veprën e Jeronim Deradës që ka shkruar monografin, me Zef Seremben, me autor të tjerë, për Julva Ribobën që ka shkruar, që nuk I takon, do me thonë, periudhës së romantizmit, por është e ndërmjet me si periudhë, do me thonë. Unë isha me këtë punim, pra për 3 aspektet e veprimtarisë së saj, se si përputhen, si ka përshtatur ajo njëra me tjetrën, edhe kishte nga studimet më të ndryshme që kishin bërë. Ndërkaq kjo konferencë u organizua nga ndonjë shoqat ose? U organizua nga Universiteti Gjirokastrës në bashkëpunim me Qendrën për Studime Arbreshe, që është në Tiranë, dhe ishte një organizim I shkëlqyeshëm, ta them, për çdo lavd ishte. Jemi mirë pritur, një mikpritje jashtëzakonshme dhe mbetëm me përshtypje shumë të bukur. Domethënë, është një konferencë tradicionale apo është vetëm me rast? Nuk është tradicionale, ta themi, po është jubilare për shkak të 80 vjetorit të lindjes së studiueses Klara Kodra, dhe këto konferenca mbahen për figura të ndryshme për vite jubilare. Dhe kontribute, ndoshta. Përse ju pikërisht përzgjodhët këtë temë që të flisni për trashëgiminë shkencore, kritike, kreative të Klara Kodrës si një profesoresh, njëkohësisht një studiuese dhe një personalitet I ngritur shqiptar? Për arsye për
për ta nderuar, domethënë punën e saj, që të përmendën të gjitha aspektet e jetës e punës së saj që ka bërë, domethënë edhe studim, interpretim, edhe kritik letrare, edhe përkthimet, ju në qoftë se ju bien në dorë librat që ajo ka përkthyer në mrekullueshme. Sidomos do të veçoj disa, sepse kam lexuar edhe një roman të saj tash, domethënë përpara konferencës, sepse më interesonte ajo përkthimi, niveli i përkthimit është fantastik. Domethënë ajo e bën të flasë shqipat autorin që e përkthen. Pastaj ka interpretimet e autorëve të ndryshëm, dhe sidomos është fokusuar andej Adriatikut të Arbreshët, që është një merit e madhe e asaj, po pas asaj ka edhe studius tjerë që kanë marrë mundin që të bëjnë, domethënë, studime mbi poetët Arbresh, sepse, siç e dim ne, ato siç e quajnë edhe vetën gjaku i shprishur, domethënë gjaku i derdhur, të migruar me dhunë andej Adriatikut. Pastaj ka një poezi, një varg poetik që shumë i dhimbshëm që e shkruan Zef Serembe, thotë të huaj jemi tek ky dhe akoma po jetojmë, se unë si mbaj mend përmenç, po se ne turku na lapa më dhe. Dhe kjo është, nuk është vetëm një poezi e Zef Serembes, po ka edhe shumë autor Arbresh, sidomos të romantizmit, të cilët shkruajnë për këtë nostalgjin për humbjen e vendlindjes. Edhe pse shumica prej tyre kurse kishin shkel truallin e Shqipërisë, ose truallin arbëror, siç e quajnë ata, por gjithmonë vepra e tyre emocionalisht, intuitivisht, domethënë është mendja dhe zemra i rinë të trojet e të parëve, dhe gjithmonë e shprejnë edhe në veprat e veta se si një ditë ne duhet të kthehemi atje. Gjithmonë nuk e kanë shuar shpresën se do kthehemi ne në vendin tonë, sepse 500 vjet, domethënë në Itali e Kalabri e Sicili ku janë vendos, ato e quajnë vendi huaj. Mandej edhe vetë Zef Skiroi ka disa vepra, një vepër të cilën e titullon Te dheu i huaj. Nuk kanë humbur shpresat, domethënë unë jam paraqit edhe me një punim shkencor në Bologna, që ishte pikërisht për Arbreshët, fatmirësisht ishte projekti organizuar nga Bashkimi Evropian, dhe atje ka marrë pjesë me punimin Malli për vendlindjen të shkrimtarët Arbresh të rilindjes kombëtare ose të romantizmit. Dhe kur ka marrë vetëm këtë segment, kam gjetë vetëm këto elemente ku ata shpalosin mallin për vendlindjen, vërtet janë shumë emocionuese kur i lexon edhe ato poezitë e tyre, poemat, është tepër e dhimbshme se çfarë përshkruajnë dhe çfarë ndjejnë. Dhe kjo ndjenja e tyre, se unë kam lexuar pak edhe për krijimin e identitetit, sidomos është një vepër e një studiusi dhe profesori universitar në Amerikë, quhet Edward Said, në veprën e tij Orientalizmi, ai pikërisht sqaron këtë, sepse ai vetë është palestines, është nga Egjipti, imigruar në Amerikë, edhe tregon domethënë për identitetin kombëtar kur shkon nga një vend në një vend tjetër, dhe ti kur kthehesh një herë nuk je më egjiptas, thot, po je amerikano-egjiptas. Ndryshimet që ndodhin në kulturë, në identitet, aty i tregon. Po duke pas parasysh se Arbreshët që ikën, të themi, migruan në Itali, ishte shtresa elitare, princërore, aristokrate e Shqipërisë së mesjetës. Edhe ata e kanë ruajtur kujtimin jo vetëm në gen, në gjak, por edhe me fjalë, me gojdhëna, me histori, duke u rrëfyer, domethënë, pasarzëve të tyre, dhe ato janë ushqyer me këto rrëfime, edhe identiteti kështu është formuar. Edhe sot e kësaj dite është po ashtu i fuqishëm. Ne kishim ditën e fundit, në seancën e paraditës,
të ardhur plot arbëresh dhe gra arbëreshe të veshura me ato kostimet e bukura popullore që duhet të jenë të mesjetës pra shqiptare. Edhe kënduan, ishte një profesor i vjetër, 90 vjetë më shumë ndoshta, me gjithë vajzën e tij kënduan një këngë arbëreshe shumë të bukur aty, ishte mjaft emocionuese. Edhe do me thënë, kjo kultura ruhet në forma të ndryshme, nëpërmjet këngëve, nëpërmjet valleve, nëpërmjet etnologjisë, kulturës, traditës, shkrimeve, historisë, dhe ato e mbajnë vërtet shumë të fuqishme. Dhe ai malli i tyre për vendlindjen dhe për ne është vërtet shumë i madh. Nuk e di te ne a është e kundërta apo jo. A është anasjelltas apo jo. Kjo është. Megjithatë, profesoresh, këto përvoja, le të themi, këto konferenca, sa ndikojnë në zhvillimin dhe ngritjen, qoftë intelektuale, qoftë për të mësuar, përvoja të reja në këtë drejtim. Le të jetë ky pas edhe një apel për të gjithë studentët që të marrin pjesë në për konferenca të kësaj natyre, ndoshta nuk do të munden fillimisht me që janë student, por që të marrin pjesë në për konferenca të ndryshme. Po, patjetër, unë vazhdimisht ju flas studentëve për këto. Nisem prej gjërave më bazike. I them duhet të lexoni. Duhet të lexoni për të zhvilluar vetë. Duhet të lexoni edhe ato që nuk jo a japun si detyrim, ato libra, sepse leximi është zhvillim, është qetësi, është pasurim. Po leximi shkoj edhe më larg, them edhe kur të mplakeni nuk do të humbe memoria, sepse leximi e trajnon trurin. Po vërtet edhe punimet shkencore ju a përmendi shpesh, bile ju bëj shpesh edhe përpara edhe tash. Çdo javë ju kam dhënë të bëjnë një punim të shkurtër shkencor, edhe ta prezantojnë përpara tjerëve, përpara kolegëve të vet, po. Në miniaturë, ta themi, pse? Duhen vetëm ato gjëra elementare që ju të niseni nga një gjë më e vogël, që nesër mos e keni problem të bëni një punim shkencor pak më të gjatë. Dhe mënyrën se si mund të zgjeroni pastaj atë punim shkencor. Unë e kam dhënë gjatë kohë atë lëndën shkrim akademik dhe si bëhet një punim shkencor. Edhe tash në ciklin e dytë master e kam metodologjinë e punimit shkencor. Edhe gjithmonë ju tregoj në këtë formë, do të thënë nisuni nga më e vogla nga më e madhja, sepse ajo nëse nuk do të niseni nga bërthama, nuk do të dini si ta zhvilloni më tutje. Do të thënë ka rëndësi ajo. Zhvillimi edhe i tyre, realisht edhe intelektual për marrjen pjesë në për këto konferenca, për pjesëmarrjen. Megjithatë, profesoresh, jemi në minutat e fundit, dua vetëm në pika të shkurta të flasim për atë që jo vetëm si dekani këtij fakulteti, gjithashtu edhe si profesoresh në këtë fakultet. Pse duhet një maturant që të zgjedhë për shembull fakultetin filologjik, përveç dëshirës së madhe që ka për të studiuar le të themi gjuhët, megjithatë pse duhet të zgjedhë, si funksionon ky fakultet në UT? Unë mendoj se funksionon shumë mirë, po tash nuk varet edhe shumë nga ne, do me thënë këto rrethanat politike, historike që i kemi tash edhe tregu i punës, mbi të gjitha, se unë kam diskutuar dhe kam bisedu vetë me student, me maturant, edhe shoh se prirja e tyre është ka shkencat mjekësore, ka infermeria, ka mjekësia dhe nga ato shkencat të cilat mendojnë se do punësohen jashtë edhe do gjejnë kushte më të mira për punë, për rrogë, për jetesë. Deri diku kanë të drejtë. Por tani unë e shoh dhe vetë shkoj, se edhe unë i kam fëmijët atje dhe kur shkoj në pushime kur kemi atje, e shoh se është bërë një numër shumë i madh i shqiptarëve, sidomos atje. Dhe ka nevojë edhe për mësues shqiptar, se nesër ato fëmijëve tanë mund mos dinë të flasin shqip. Dhe duhet të kenë një lëndë, qoftë brenda programit shkollor ose jashtë, me iniciativën e vetë prindërve. Kjo është shumë e rëndësishme. Fakulteti filologjik është shumë i rëndësishëm, se njeriu gjëja e parë është komunikimi, është gjuha. Nëse nuk e dim gjuhën e një populli ku duam të jetojmë, të punojmë dhe të përfitojmë nga ai shtet, ne duhet ta dim gjuhën e tyre. Dhe sa më shumë gjuhë të dim, aq më shumë vlejmë, është kjo fjala e urtë, se që gjithmonë është thënë dhe është e vërtet. Do me thënë, është mirë të dihen gjuhët e huaja, por është mirë të ruhet me xhelozi dhe gjuha anëtare. Kjo është një ndër arsyet pse duhet të zgjidhet ky fakultet, megjithatë është një katedër që funksionon në mënyrë të përkryer me stafin që ka, me kushtet të cilat kjo katedër i ka.
Profesora, shumë ju falenderoj shumë që sot ndatë nga dita juaj për të na nderuar në emisionin tonë. Ju urojmë shumë suksese dhe ju mirëpresim sërish në emisionet e radhës. Faleminderit edhe juve, suksese. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ndërkaq që ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne.